Në kuadër të manifestimit të 60-vjetorit të themelimit të gjimnazit publik Vllazërim Bashkim, u realizua një shfaqje e veçantë teatrale, sikur të isha djalë, e shkruar nga shkrimtari i njohur Hakis Tërmilli. Kjo shfaqje u vu në skenë nga teatri Teuta në bashkëpunim me gjimnazin Vllazërim Bashkim dhe ishte një ngjarje e paharrueshme për të gjithë pjesëmarrësit. Regjizorja e shfaqjes, Edina Mustafiq, e pati përgjegjësinë për të sjellë në skenë këtë vepër, duke e përshtatur atë për auditorin, por duke ruajtur thelbin e mesazhit të tij. Romanin e shkruar nga Hakis Tërmilli, i cili ishte botuar në vitet 30, e cila përfshin ngjarje dhe tema që janë ende të rëndësishme dhe aktuale, e shndroi në një shfaqje që tërheq vëmendjen në shikuesit. Historia e romanit prek në shumë aspekte të jetës dhe shoqërisë, vazhdon të rezonojë dhe të mbetet e lidhur ngushtë me realitetin e tanishëm. Në këtë shfaqje teatrale morën pjesë 25 nxënës të gjimnazit Vllazërim Bashkim, të cilët interpretuan secili rolin me shumë përkushtim dhe pasion. Ata ishin të aftë të përcjellnin emocionet dhe mesazhet e thella të veprës, duke krijuar një atmosferë të veçantë që preku shpirtrat e të pranishëmve. Performanca atyre ishte e shkëlqyer dhe secili prej tyre e interpretoi rolin e tij në një mënyrë të veçantë, duke treguar talentin dhe aftësitë e tyre të jashtëzakonshme. Të pranishmit, përfshir ish mësues dhe nxënës të shumt, ishin të impresionuar dhe emocionuar nga shfaqja dhe performancat e nxënësve, të cilët përmes artit të tyre arritën të përçojnë një mesazh të fuqishëm dhe të paharrueshëm. Atëherë, para shpreh mijojet mia më të thella për grupin fantastik, i cili ishte ky grupi i nxënësave të shkollës së mesme Vllazërim Bashkim. Kisha nderin dhe kënaqësinë të punoj me disa nxënës shumë të talentuar. Nuk mund t'i përmend të gjithë sepse do harroj, janë 25 dhe unë jam më se e lumtur që po Ulqini ka talent, ka rini e cila do teatrin dhe janë ata cilët në mënyrë të mrekullueshme shprehin mesazhe të cilat unë nëpërmjet teksteve të ndryshme mundohem të paraqes. E para jam Tej Mase Minjose, drejtoreshës, e cila e besoi këtë mbrëmje kaq të madhe, 60-vjetorin e shkollës, dhe na u besua ne, një shfaqje e cila kishte mesazhe aq të fuqishme siç është edukimi, arsimimi, emancipimi i femrave, i të rinjve, i të ardhmës tonë. Producenti i kësaj shfaqje, Muni Pabazi, me një pasion të thellë për artin dhe angazhimin e tij në promovimin e kulturës, ka luajtur një rol të rëndësishëm në realizimin e shfaqjes sikur të isha djalë. Ai ka shprehur kënaqësinë dhe përkushtimin për të punuar me nxënësit e gjimnazit Vllazërim Bashkim, të cilat i cilëson si të talentuar dhe të përkushtuar. Tani me të vërtet një vit i cili ka fillu shumë mirë, shumë bukur, me shfaqje një masnjësh, me të mos buongiornos. Kemi ardhur në shfaqje 3, gjithsesi kjo ka qenë edhe ideja jeme, ta shohim se a mundena prej këtij gjimnazit të dalim me gjimnazistë në shfaqje 3. E kemi rikthyer një shfaqje e cila ka qenë para 60 viteve. Dhe kjo ka qenë ideja jonë, të bëjmë një shfaqje siç ka qenë dikur. Unë mund të përgëzu vetëm dy vajzat e dinin me jetën që kanë bërë pamundurën që bëjnë kokë shumë të shkurtë që dalim në këtë shfaqje. Ju siguroj që kjo shkollë ka shumë talenta. Ju siguroj që Ulqini ka talenta. Ju siguroj që çka kam pak sa herën dhe çfarë shfaqje kemi vu, një aq emocionuese, si artistët aq shpejt, aq me efikasitet, edhe më mësu tekstin, edhe lëvizjet, unë jam jashtëzakonisht shumë i kënaqur. Shpresoj dhe jam shumë i kënaqur që kena hyrë në shkollë si teatr, sepse kjo shkollë ka me zgjedh edhe njerëz më, ka me pru edhe artistët më, dhe pse jo, nesër bele shkon dikush edhe studiojnë pesa shkollë artëktrimin. Jam shumë i kënaqur. Dina dhe Jeta kanë bërë një punë mrekullueshme. Jam jashtëzakonisht shumë i kënaqur, një shfaqje emocionuese, po them kështu sepse para 8 vjetëve kemi vu shfaqje Nana dhe po them përsëri si kjo shfaqje diçka ja ka përgjatë asaj. Jam shumë i lumtur. Nxënësit e gjimnazit Vllazërim Bashkim patën një eksperiencë të jashtëzakonshme gjatë realizimit të shfaqjes, sikur të isha djalë. Ato shprehën kënaqësinë e madhe që kishin për mundësinë e angazhimit në një projekt të tillë artistik, i cili jo vetëm që u mundësoi të zhvillonin aftësitë e tyre teatrale,
por gjithashtu i lidhte me historinë dhe mesazhin e veprës. Kjo shfaqje përgatitet na kanë zgjatë për rreth një muaj, por në fund të fundit na i shpërbly gjithë kjo, publiku ka qenë i mrekullueshëm. Domethënë gjithçka që e kena mbrit qëllimit, emocioni sot më ka qenë shumë i ndryshëm, ishte një gjë e re për mua, ishte një dramë cilën e nep një lajm shumë të bukur, edhe mendoj se na kena bën një gjë shkëlqyeshme, një punë shkëlqyeshme me këtë gjë që kena bërë sonte. Unë kam pas një rol pak negativ, po nuk ka lidhje dhe shpresoj se i ka ardhur ky mesazh që duhet për vajzat e reja. Shpresoj që publikut i ka pëlqyer kjo shfaqje dhe besoj që keni kalu të tanë bukur. Për momentin e parë që më kanë treguar që e kam rolin e dijes, jam ndi shumë e lumtur se e kam ditë që kam me lujt një gru që në kohë shumë të vështirë ka arrit që me çu zonin, një mënyrë tjetër, edhe pse ajo domethënë ka pas një fund të trisht, por ja ka arrit, ja ka dalë që zoni sa i mundi edhe sot këto. Ka qenë një punë e vështirë sepse domethënë kena pasat që është dashur me përcjell krejt emocionin tek publiku, po besoj se ja kena arrit qëllimit me përcjell tonat se çka kena dashur me thonë. Edhe pse pjesa më e vështirë ka qenë ajo si apo mundna me ju avon atë çka na e ndiejm për brenda mja përcjell publikut. Jeta jeme, për tjerë, ndoshta nuk vlen as një dysh, por për mu ka rëndësi, sa është e jemja. Ky është ditari im, arke imja. Këtu kam ngjarjet, mendimet, ndjesitë e mia. Oh, dije e vogla dije. Sikur ta dihet çka të pret. Ma mirë të mos ishe rrit kur nga prehni i vogët i nanës. Bota duket e vogël, sa te, por të shumë e madhe, e ftohtë, e egër. Nana mla 4 vjeç, thonë se nuk i kishe mbush as në 23-tat kur ndroi jetë. Bi, kjo është nana jote, prej sotit kena thirë nana. Jo, pap, kjo nuk është nana jeme. Bi, hesh, prej sotit kena thirë nana. Jo, pap, duket të lutem. Bi, kjo ka me thirë. Duket se dhe ai ishte i pangushtuar nga humbja e nanës. Fëmia pa nanë, si nata pa hanë. Baba ka ndryshuar shumë. Nuk qanë fort kryt për mu, dhe as që kujdeset të marri vesh se si me trajton kjo gru. A dini ju sa herë më ka ra, sa herë më ka lanë pa hangër, sa herë më ka dhanë buk e shlin, kurse fëmijëve të vet u nep të gjella të mira, sa herë më ka na me mallkue. Shumë herë me çontën e shkollës zbathën dhe nuk më lejonte me i mbath këpuc edhe sikur të binte shi ose dëborë. Jeta e shkollës më pëlqeu shumë, për shkak se mësueset qenë si nana të mira dhe aty gjeta një grumbull shoqe dashtëna. Sjellja mirë e mësueseve, veçanërisht e zonjës Vjollca, ma pat paksu dhimbjen që kisha nga humbja e nanës. Për këtë shkak, më fort më pëlqente të rri në shkollë se në shtëpi, ku më prite njerka me mash në dorë e me nam në gojë. Me mësimet shkova mjaft mirë. Kisha fat se në atë shkollë shkonte dhe Irena, bia e Gjasimonit, fqi me ne. Ajo ishte më e madhe se unë dhe ndihmonte e me mësonte shpesh. Atë e dua shumë. Më shtba si motër, më rën shumë afër. Të gjitha mësimet e shkollës mi përsërit dhe më nxit ta zgjanoj dijenin që kam. Kështu do të njerka dhe i matë. Femna e mbyllën brenda 4 mureve, ashtë e dobët, ashtë e pazhvillueshme, sepse ashtu e vys nga zgjedhja rënd e një edukate që nuk e këshillon dhe nuk e porositet, përveç se ndalime. Mos prek, mos di, mos fol, mos e mos. Ashtë e dobët, se nuk merr mjaftaj, nuk lëviz, nuk e shet dielli, nuk i kullon syt në bukuritë e natyrës, dhe qeshpa e qashtu. Qysh atëherë, hyna plotësisht në urdhrat e njerëkës. Ajo nisi me më përdorë si shërptore. Laj enët, pastro, gato, e vetë dilte me shëtit.
Kush ishte ai? Se di dhe as guxoj me pyet se m'vjen turp. Një ndjesi e panjoftun që ma mbush shpirtin me diçka. Ndoshta kushërini i Renës, ndoshta ndonjë prej fisit, më duke se s'jam në rregull. E ngrita kryet dhe si e zgju me jerëm, pash para meje fytyrën e tij, prap pyeste për mu. Fotografin ma diftoi Irena. Unë e mora dhe mbasi i hudhe një vështrim kince mos përfillës, ku në këtë mënyrë doesha të diftohem sikur nuk e çoj kryt për ta. Përsëri shpendi letër i Irenës. Ai prap pyeste për mu. Në mes të tjerave, i shkruante edhe se mbasi ta mbaronte shkollën, dëshironte me u shpërngul nga Shkodra e me ardhë këtu. Profeti porosit që ta kërkojmë hjeni që nga djeti e deri në favor. Se një femër e shkollume i kërkojnë drejta dhe i vjen detyrat në vetë. Ma marrëmendja që ta kishe pasë në dorë, i keshe zbulu femër e tonë shpjetone i kishe po shkollë. Po ta kisha pasë në dorë, do ta visha kërçapi dhe nuk do të isha femër pa shkollë. Sikur t'isha djalë. Sikur t'isha djalë. Sikur t'isha djalë. Sikur të isha djalë. Jemi burgos dhe na është mund të mësua drejt. Nderin e femrës nuk e tregon as një copë e bardhë, as e zezë që ka vesh ajo. Do t'i shpallësha nuk botët fanatike. Nuk kisha ndalë dhe risa kisha arrisë me diku të gjithë djertia. Do t'i shpallësha luftë, asaj turme pandërgjeshme dhe ignorante që kërkon të bëj femrën në udhën e fatjenisë, dhe që janë ndalon të drejtat e sarje njerëzore. Femra shqiptare është e vorë shqiptnisht, e pas nuk e mendrisht dhe e dobe fizikisht. Se nuk janë zonë mundësia që ta dërësot e jetët, që ta ushtrimin dhe të shqyoj të antikën atyre për të bëjë forë dhe e të bishme në shësnik të banë tjetës. Unë qëndrojsha në vend. Një hare e ëmbël ma kishte pushtu e shpirtin. Sytë e tij të qeshën, fytyra e tij. Librin që kisha në dorë e kisha rras mbi zemër, pse ajo më rrifte fort. U hutova, e ndjeva se u skuqa, pse një hafsh i nxehtë më mbuloi shtatin. Me gjithë turpin e madh që kisha, diçka më shtynte mi u bind dëshirave të tij. Prandaj ja dhash dorën. Ai u përkul para meje dhe ma shtrengoi dorën, duke më hedh një vështrim tambël e thekshëm. Personi, jam i lutur në spektakl. Një luks që të mos ma përshteni këtë kënturi edhe nga sotit. Mos të tremë. Po të dërzoj jetën tëme. Të lutam, jepja shpendit bashkë me shamin e bardhë që po i dërgoj si shenjë të qefimit tëm. Nga përmbajtja e ditarit, keni për ta kuptu se sa shumë vunë femna shqiptare, se sa keq përdoret ajo dhe si është ullë në shkallat e robneshës e të kafshës. S'kam ka marrë malli nalë. S'kam marrë malli me ta njere. Atëherë ta me t'kin. O hash nuk të sonë për ty. Mos u mërzitni, dhe nana, më në fund, nuk ka me mungu asgjë. Ju përqafoj. Dia. Për 60 vjetorin e themelimit të gjimnazit Vllazërim Bashkim, shfaqja Sikur të isha djalë u bë një moment festiv dhe i paharrueshëm që e shoqëroi këtë përvjetor me shumë gëzim dhe energji pozitive. Ky aktivitet i mrekullueshëm nuk ishte vetëm një mundësi për të shfaqur talentin e nxënësve, por gjithashtu shërbeu si një kujtim i bukur për të gjithë ata që kanë kontribuar gjatë këtyre 60 viteve të shkollës. Atmosfera gjatë shfaqjes ishte plot me emocion, buzëqeshje dhe argëtim,
duke krijuar një fest të vërtet për të gjithë ata që ishin të pranishëm. Nxënësit e shfaqën angazhimin dhe pasionin e tyre në skenë, duke bërë që ky moment të mbetet një kujtim i shijshëm dhe plot jetë për të gjithë komunitetin e shkollës. Ky përvjetor është një dëshmi e vazhdimësisë dhe suksesit të kësaj shkolle dhe shfaqja ishte një mënyrë e shkëlqyer për të kremtuar këtë rrugtim të gjatë me shumë argëtim dhe kënaqësi.